Erkinin në shtëpinë e futbollit. Si çdo javë takohemi këtu për të folur për trejat më të fundit të futbollit në vend, po ashtu për diskutuar sigurisht edhe lojtarët e kombëtares shqiptare. Sot do të mundohemi të bëjmë një pasqyrim për performancat e tyre me klubet respektive, po ashtu do të flasim edhe për javën e 34 të Abisnet Superiore në kuadër sigurisht edhe të fazës Final Four që vjen pas pak ditësh. Sot kam kënaqësinë të kem të ftuar drejtorin e Departamentit të Komunikimit të Federatës Shqiptare të Futbollit, Fation Kodra. Përshëndetje Fation. Përshëndetje, mirë se vjen. Jurgen Zela, kolegi FSHFTV, përshëndetje Jurgen. Përshëndetje Kneci. Dhe Florian Riza, si gjithmonë në studion tonë. Përshëndetje Riza. Përshëndetje. Sot si në familje, jemi të gjithë që jemi në punë vazhdimisht me njëri tjetrin. Është më mirë kur jemi kështu, apo jo? Ka qenë një javë intensive, interesante, ndërkohë Departamenti i Komunikimit të Federatës Shqiptare të Futbollit ka zyrtarizuar edhe ndeshjen e dytë miqësore që do të luajë kombëtarja shqiptare, që faktikisht është ndeshja e parë, sepse do të luhet në datën 3 qershor në orën 20 në stadiumin e Albania, pikërisht ndaj Izraelit. Fation, më jep disa detaje si u ndoqën procedurat, pse u zgjodh dhe tjerë. Ndërkohë që ne kemi zyrtarizuar ndërkohë edhe Luksemburgun. Sigurisht që është gjithmonë një proces i vështirë, duke pas parasysh edhe momentin që ndodhemi, pra jemi shumë afër botrorit, shumica e ekipeve, sidomos ekipet që kishin siguruar kualifikimin për fazën finale botrorit, kishin organizuar, kishin rënë dakord, po themi, prej kohësh me shumë ekipe tjera për të bërë miqësore në periudhën e qershorit, pra në datat e FIFA, dritaren e FIFA-s. Kështu që një pjesë e madhe e ekipeve tashmë ishin me miqësore zyrtarizuar dhe ka qenë një proces pak i vështirë, por sigurisht kjo është gjë që ndodh, është deri diku e zakonshme për gjetur kundërshtar, por për fat mirë kemi arritur të gjejmë dy ndeshje, pra federata ka arritur të zyrtarizojë dy marrëveshje për të bërë miqësore me një me Izraelin me datë 3 qershor në Air Albania dhe me Luksemburgun, dy skuadra pak ditë më pas në datë 6, dy skuadra vërtet shumë të mira që Luksemburgu është një ekip që prej vitesh dhe tashmë ka rritur goxha nivelin e rezultateve, të konkurrencës, kështu që nuk është më i para 2 dekadave, po themi, është diçka krejt ndryshe, tani është një skuadër e konsoliduar, ashtu si edhe Izraeli, kështu që dy ekipe, dy ndeshje miqësore, dy teste që do të japin një mundësi shumë mirë, stafi teknik, trajneri Silvinho për të jo thjesht për të parë gjendjen e lojtarëve, por për të bërë edhe prova teknike në një farë mënyrë. Trajneri sipas te? Trajneri Silvinho është në kontratë me kombëtaren shqiptare deri në fund të muajit qershor. Kështu që kjo është një test shumë i mirë për kombëtaren, në mënyrë që ne të drejtohemi siç duhet pra edicionit të ardhshëm të Nations League, që vjen shumë shpejt në shtator, kemi ndeshjet e Nations League-s dhe jo thjesht për të provuar, pra atë që po thoya, thjesht për të provuar lojtarë, por edhe ndoshta për të bërë një eksperiment apo për të ftuar lojtarë të ri, pra është për të dhënë mundësi, siç thot trajneri Silvinho. Për të dhënë mundësi, po është gjithmonë një mundësi shumë e mirë, po themi kjo dritare e FIFA-s për të parë, po themi gjendjen, por edhe për të parë në një mënyrë vendosje taktike apo edhe lojtarë të ri, në mënyrë që të jemi gati për shtatorin kur fillojnë ndeshjet zyrtare. Riza, dy ndeshje miqësore, të dyja në Shqipëri, me dy skuadra me cilat jemi ndeshur edhe më përpara, kemi marrë edhe rezultate pozitive dhe barazime, por ndoshta edhe humbje, si të duken këto zgjedhje? Atëherë, si ekipe janë konkurruese. Mendoj që edhe Luksemburg ka bërë një zhvillim të jashtëzakonshëm në futboll. Izraeli ka qenë, me Izraelin kemi luajtur në kushte të favorshme, disa herë kemi fituar, disa herë jemi mundur, por gjithsesi ajo përballët janë të forta. Mendoj që kjo problematika kryesore e ekipit nuk kanë lojtarët, as për zgjedhje, as mënyra, as data e ndeshjeve, po ka të bëjë thjesht vetëm me procesin e formalizimit të drejtimit. Kështu që presidenti u shpreh në konferencën për shtyp me gazetarët që përpara ndeshjeve do të saksohet plotësisht se cili do jetë trajneri. Edhe unë mendoj që kjo është gjëja më e rëndësishme, që trajneri që do të ketë këto dy ndeshje në dispozicion do të jetë dhe trajneri që do të vazhdojë me ekipin. Po, patjetër. Zela, ndërkohë në lidhje me e preku pak më përpara edhe Kodra, në lidhje me provimin ndoshta edhe të lojtarëve të rinj ose disa lojtarë që nuk kanë pasur mundësi të jenë titular apo të luajnë shumë minuta me kombëtarin gjatë ndeshjeve shumë të rëndësishme 2025. Si e shikon këtë mundësi për një test të tillë, le të themi? Po në fakt duke marrë në konsiderat faktin që shumë skuadra, shumë kombëtare kanë patur pretendimet se
kalendari është bërë shumë i ngjeshur, ka shumë ndeshje zyrtare, ka gjithmonë presion, ka gjithmonë një dinamike e cila i kushzon ekipet dhe trajnerët që të provojnë lojtarë të rinj, ndoshta kjo është mundësia më e mirë që ne të kemi hapësirën për të ftuar, për t'i dhënë mundësinë disa futbollistëve të cilët ndoshta nuk e kanë gjetur hapësirën në të shkuar. Nuk është të them vetëm për emra të rinj, por ndoshta edhe për një pjesë të futbollistëve të cilët janë pjesë e skuadrës, të cilët nuk e kanë patur ndoshta hapësirën apo minutazhin që ata kanë kërkuar, mund të kenë mundësinë për treguar veten. Kemi përballë dy skuadra të cilat kanë shumë kualitet, veçanërisht Izraeli që është një skuadër shumë kompakte. Në anën tjetër Luksemburgu, siç e tha dhe Riza, po ashtu dhe Kodra e ka rritur shumë ndjeshëm nivelin e saj, por ndoshta është momenti që edhe Shqipëria të provojë ideologji të reja, sepse në vitet e fundit kemi patur një fytyrë të njëjtë në kontekst të gjerë. Kemi patur një ideologji në vendosjen e skuadrës, në strategjitë që ne do të ndjekim, sepse ka raste ku ndaj skuadrave të cilat ne i konsiderojmë ndoshta dhe më inferiore se vetja, ndoshta nuk kemi ditur që të reagojmë siç duhet. Mund të jetë mundësia më e mirë, pa presion, për të arritur dhe për të implementuar një ide tjetër. Ndeshja në vetvete i përket muajit qershor. Muaji qershor është muaji i fillimit të pushimeve për lojtarët. Pavarësisht sidomos për lojtarët të cilët nuk janë pjesë e ekipeve kombëtare që marrin pjesë në kampionat botror. Kjo do thotë që janë pa vlera. Dhe urdhro? Kjo nuk mund të konsiderohet. Po sepse ti thua në fundin e sezonit, lojtarët janë pa vlerën. Konteksti i gjës që ti po deklaron është që në fundin e sezonit zakonisht në një kështu komunikim televiziv, domethënë edhe për respekt moshe, i jepet mundësia atij ta mbarojë mendimin e tij. I lirë. Po, sidoqoftë është edhe mendimi i Zelës se pak a shumë të njëjtën gjë po thonë. Është testi i rëndësishëm, por nga ana tjetër, po patjetër momenti ndoshta nuk është ideali sepse është periudha para pushimeve. Neve e dim shumë mirë se çdo të thotë luash në ekstremin e mbylljes sezonit, ku të gjithë janë të gatshëm për të filluar pushimet dhe mendoj që edhe për lojtarët e ekipit kombëtar është e vështirë. Do shikosh që ndoshta mund të ketë lojtarë që do ndihen të dëmtuar ose të lodhur shumë nga aktiviteti i tyre, nuk do të jenë shumë të gatshëm për të luajtur këto ndeshje miqësore. Ne nuk ka rezultuar kështu, përgjithsisht lojtarët vijnë shumë të motivuar për të luajtur me kombëtar. Patjetër, por e shikoj këtë si një proces natyral që i ndodh çdo lojtar. Këtë e them në aspektin e një futbollisti. Në këtë aspekt besoj që duhet të jemi më i besueshëm se sa. Okej. Gjithsesi fokusohemi për ta mbyllur Zela. Për të vjuar edhe me pjesën e motivimit ndoshta apo dhe formës. Faktikisht ne lojtarët tanë kemi në formë shumë të mirë. Pjesën më të madhe referuar pikërisht asaj çka do diskutojmë dhe sot. Pjesa më e madhe e tyre kanë arritur që të bëjnë shumë mirë, kanë shënuar, kanë dhënë asist, i kemi titullar në skuadrat respektive, diçka që është rrallë në fakt, sepse ngarkesa sezonale bën veten, jam dakord me Florin në këtë pikë që bëhet e vështirë, por fatmirësisht për ne i kemi në momente shumë të mira lojtarët e kombëtarës shqiptare. Eksakt, do fokusohemi pikërisht tek lojtarët e kombëtarës, duke nisur me Kristian Aslani, i cili ka konsoliduar le të themi pozicionin e tij tek Beshiktashi, duke u bërë një lojtar i rëndësishëm dhe ka dhuruar një asist, po ashtu dhe ka shënuar një gol në ndeshjen e fundit të Beshiktasit. Në fakt është në kuotën e 2 golave aktualisht me skuadrën turke. Kodra, Aslani si e ke parë? Kemi diskutuar pak edhe bashkë në transferimin e tij nga Italia në Turqi, duket sikur po e gjen veten mjaftueshëm mirë Aslani. Sigurisht gjithmonë transferimi në mesin e sezonit është gjithmonë e vështirë për një futbollist, pra përshtatja po themi, për nga njëri ekip në një ekip tjetër, për më tepër që Aslani kaloi nga futbolli italian, aty ku është rritur, ku është formuar si lojtar në një realitet komplet tjetër, pra kampionatin turk, futbollin turk, që ka tjetër mentalitet, ka tjetër mënyrë loje fizike etj. Kështu që normalisht që përshtatja duket që ka qenë pak e ngadalt. Megjithatë, mua vjen mirë që këto javë të fundit ai po kthehet në një lojtar të rëndësishëm, po konsolidon pozitat e tij te Beshiktashi dhe është duke bërë paraqitje të mira, çka premton që do ta mbyllë sezonin në një formë shumë mirë dhe ky është lajm i mirë shoh edhe për kombëtarën, nëse do ta shohim në prizëm. Patjetër. Ndërkohë një tjetër lojtar i cili po shkëlqen pikërisht në kampionatin turk është Qazim Laçi, të cilin e kemi diskutuar pothuajse në çdo javë, gjithmonë ai që shënon ose që asiston. Zela Laçi për herë i konfirmuar le të themi një lider të gjitha skuadrat fakt që ka luajtur, ai edhe më herët në kampionatin çek. Si e ke parë? Përsëri me gol, me asist, është në kuotën e 7 golave dhe 9 asist për këtë sezon. Po kam përshtypjen që ka gjetur atë habitatin e tij perfekt për treguar vlerat që ka gjetur një skuadër që i ka krijuar mundësinë, ndoshta përshtatja me lojtarët, me mënyrën e futbollit që aplikon, ndoshta
edhe tek skuadra Rizespor ka arritur që të ketë më shumë hapësira për të qenë më afër portës, sepse kjo tregohet edhe nga shifrat që ka realizuar gjatë këtij edicioni, ka shënuar gola, ka shërbyer shumë asist. Është një lider atje, ka marrë shumë përsipër dhe besoj se është diçka shumë e mirë që ai po arrin që të tregojë gjithë potencialin e tij. Shpresojmë që kjo të reflektohet edhe në kombëtarin e Shqipërisë, diçka që ka thënë gjithmonë fakt, Sari është kërkuar që të jetë performojnë në fushën e lojës. Po, patjetër. Riza atje njeh kampionatin turk në përgjithësi një lloj review-je të gjithë lojtarëve. Ka të bëjë shumë për Laçin, ka të bëjë shumë për atitja e lartë fizike që ka. Pra një lojtar që përpon më shumë se të gjithë për 90 minuta, detyrimisht që të shfaqet dhe përpara portës kundërshtarit, pavarësisht se pozicioni i tij në fushë nuk ka lidhje fare me shënimin e golit. Kështu që por është i aftë, sepse vrapon shumë. Është dhe inteligjent, pavarësisht se në pjesë madhe lojës ti nuk e kupton dot se si ai arrin të shfaqet përpara portës për të shënuar. Dhe kjo është një befasi që të cilën ai e ka plus për veten e tij. Kampionati turk është një kampionat që ka liberalizuar numrin e lojtarëve tuaj që luajnë në një ekip. Pra e ka pa limit. Kështu që kjo e ka bërë ligën turke të jetë në një nivel edhe më të lartë se çka qenë më përpara. Të gjitha ekipet tashmë i plotësojnë nevojat e tyre sipas buxheteve dhe pretendimeve që kanë. Mendoj që kampionati turk është jo më kot. Ekipi Galatasaray dhe arriti dhe në Champions League kishte disa rezultate pozitive. Dhe mendoj që përfaqësimi i lojtarëve tonë është dinjitoz, duhet shumë më tepër, edhe nga ata, për të qenë titullar të padiskutueshëm me ekipet e tyre, sepse kjo do ta bëj edhe lojën e tyre, ose do t'i përgatis ata në mënyrë absolute që kur të vinë në ndeshjet me ekipin tonë kombëtar, të vinë nga forma e tyre maksimale. Edhe diçka tjetër për përfundimin e sezoneve ku luajnë, pra të gjithë lojtarët që luajnë, nuk e mbarojnë në të njëjtën kohë. Nuk e mbarojnë kampionatin e tyre ku luajnë futboll, pothuajse në fillimin e datave të dritares së ndeshjes së Shqipërisë. Mund të ketë dhe aty një mini pauzë, pushimi e cila dhe ajo është diçka negative për sa i përket përgatitjeve për ndeshjet e 3 stafi teknik do duhet ta menaxhojë në këtë aspekt. Ndërkohë një tjetër lojtar i kombëtarës shqiptare, Indrit Tuci, ka gjetur golin me ekipin e tij në Turqi. Kodra, një lojtar interesant që i ka pëlqyer trajnerit Silvinho sepse ka grumbulluar në disa momente decisive, le të themi, me kombëtarën shqiptare gjatë Nations League, po ashtu edhe në ndeshje të tjera. Gjen veten, ka pasur, le të themi, ato pauzat e tij, qoftë për dëmtimit apo edhe për faktin që është thjesht në huazim në kampionatin turk, si e shikon? Në fakt është një lojtar që po them publiku shqiptar e njeh shumë mirë, sepse ka dalë nga akademitë tona, nga akademitë shqiptare, nga klubet shqiptare, dhe është një futbollist që mua më vjen shumë mirë që sepse është dhe djalë i shkëlqyer, pati një impakt shumë mirë te kombëtarja. Në momentin që u grumullua për herë të parë, bëri paraqitje të mira, jo thjesht paraqitje, pra nuk po flas për gol, por po flas për shpirtin e sakrificës, për atë që i jepte skuadrës. Por për fat të keq gjatë këtij sezoni ka pasur probleme fizike, aktivizimi i tij ka qenë i pakët, në diendin time ka pasur probleme vet klubi, po themi, dhe më vjen mirë që tashmë është stabilizuar dhe po shënon dhe gola dhe është një lojtar që është shumë i vlefshëm edhe sigurisht edhe për kombëtarën, për karakteristikat që ka, për nevojat që kemi pasur ne në muajin mars, pra kur luajt me Polonin, kishte probleme në sulm, kishte mungesë në sulm, shumë lojtarë dëmtuar, me Silve ishte edhe Tuci dhe nuk pati mundësi. Kështu që shpresojmë shumë që ai të vazhdojë kështu, edhe sepse do jetë edhe një ndihmë e madhe për kombëtarën, edhe nga stafi ka vlerësime gjithmonë më të larta, kështu që. Zela, për një sulmues sigurisht që matja, le të themi, është gjithmonë nëpërmjet golave. Sa e rëndësishme që një sulmues pas një kohe të gjatë, disa muajsh pa shënuar, që të rikthehet te goli, dhe nga ana tjetër si e vlerëson edhe Tucin me kthimin, le të themi, kalimin në kampionatin turk. Po natyrisht që Tuci ka patur ato oscilacione vetëm për shkak të problemeve fizike. Është një lojtar që cilësitë e tij nuk i ka vënë asnjëherë në diskutim, e tha Fationi pak më përpara që edhe me kombëtarën ka dhënë gjithmonë maksimumin, madje mua më kujtohet që ka dhënë një asist në Ligën e Kombeve ndaj Gjorgjisë, mos gaboj, për Aslanin. Ka qenë një moment që ju besua dhe shpërbleu më së miri besimin që mori nga ana e trajnerit. Se edhe kampionati turk është i vështirë, pavarësisht se çdo kush mund ta gjykojë, është një kampionat që kërkon shumë energji, ka skuadra që janë super fuqi dhe nuk është e lehtë përballësh me
gjigantët e futbollit turk, si Stade Riza që Galatasaray ishte një nga skuadrat që bëri një avancim shumë të largët në fazën e Champions League-s. Sa i takon Tucit, kam përshtypjen që është pikërisht në atë hapësirën aty lojtarëve që unë citova pak më herët, që ndoshta janë aty, kanë qenë aty gjithmonë, por presin mundësim për të treguar veten. Është penalizuar nga dëmtimet, në muajin mars, ndoshta ishte momenti që na duheshin më tepër sulmuesit dhe nuk i patëm të disponueshëm, jo për fajin e tyre, sepse dëmtimi është edhe pjesë e fatit deri diku, dhe besoj se mund të jetë momenti për të treguar atë se sa i vlen dhe se sa mund të shërbejë kombëtares në të ardhmen. Sa i takon pyetjes se sa e rëndësishme është për një futbollist të shënoj, patjetër që është shumë e rëndësishme, por edhe në momentin që nuk shënon, por kontribon shumë, vlen patjetër. Mund të marr rastin e Cikalleshit, në të shkuarën ka qenë një nga kontribuesit më të mëdhenj për kombëtaren e Shqipërisë, ndërkohë që edhe pse nuk shënonte shumë, ishte në hije, por gjithmonë ishte një lojtar i rëndësishëm. Patjetër. Ndërkohë nga Turqia transferohemi në Rusi, ku lojtarët shqiptar po ashtu kanë dhënë kontributin e tyre. Mirlin Daku ka shënuar gol me Rubin Kazan, po ashtu ka asistuar edhe Nazmi Gripshi. Në fakt është ndeshja e disat që Gripshi është protagonist me klubin e tij. Kodra dy lojtarë të rëndësishëm të kombëtares, Gripshi së fundmi që është grumbulluar disa herë dhe i ka pëlqyer edhe stafi teknik në fakt, ndërkohë rikthimi i Dakut sigurisht që është një lajm shumë pozitiv, sepse edhe mungesa e tij në ndeshjen e Polonisë ishte po prap një penalizim, le të themi. Patjetër, Daku ishte një mungesë e rëndësishme, dhe për fat keq edhe atë e kanë ndjekur, po themi, e kanë ndjekur problemet fizike gjatë këtij sezoni që e kanë penguar të japi maksimumin. Megjithatë, tani duket se i ka lënë pas të probleme dhe ka arritur dhe doppio shifër, po themi, dhe gola ka shënuar 10 gola. Pra është një kampionat që ai e njeh tashmë, pra ka eksperiencën e duhur, që e mirë edhe për ne, qoftë për lojtarin, por edhe për ne është ai luan rregullisht, është po themi lojtar protagonist në klubin e tij, dhe sigurisht që arrit shënoi edhe gole që janë një injeksion shumë i mirë në një farë mënyrë të thënë për sulmuesin. Gjithashtu edhe Gripshi nuk është surprizë, do të thënë, sepse ai ka edhe sezonin e kaluar ka bërë paraqitje shumë mira, tani dhe ai ka kaluar në një kampionat tjetër nga Kazakistani në Rusi, por duket që është përshtatur shumë shpejt dhe është një lojtar që faktikisht ka goxha vlera. Është polivalent, ka luajtur në një ndeshje edhe në pozicionin e Dakut. Futbollin modern, futbollin e sotëm i kërkon çdo trajner, i kërkon çdo skuadër, por është një futbollist që vërtet ka talent dhe shpresojmë shumë që të vazhdojë kështu, sepse sigurisht që edhe kombëtarët do jetë dhe element i rëndësishëm në të ardhmen, që se vazhdo me të ritme. Patjetër. Riza, tani me qenë se të kemi tek ekspertiza e eksperiencës që ke luajtur si lojtar, sa e rëndësishme është për një lojtar që rikthehet nga dëmtimi, si në rastin e Dakut, që të gjej veten edhe të rimotivohet për të pas performanca të mira, po ashtu edhe Tuci që e prekën pak më përpara me Zelen. Që duhet pasur parasysh që duhet të gjesh momentin e dur për t'u futur në fush. Sepse ose pjesa më e madhe e lojtarëve duan të futen sa më shpejt në lojë, ndërkohë që nuk janë shëruar plotësisht nga dëmtimi. Kjo është një pikpyetje e madhe, sepse lojtari do të rikthehet sa më shpejt, ndërsa procesi i rikuperimit do të jetë plotësisht i përfunduar, që mos kesh më dëmtim pas dëmtimit, sepse kemi parë me 10 raste që hyrja më shpejt se ç'duhet në fush e kthen lojtarin në një dëmtim tjetër shumë e rrallë. Pra duhet të rikuperohesh plotësisht pastaj futesh shumë. Meqenëse jemi te Daku, tani shiko, kampionati i rus është pak në arrest për shkak të pozicionit, i cili nuk është, asnjë nga ekipet ruse nuk është në kompeticionet evropiane për shkak të luftës, por që ka një veçori tipike, siç është shumë i ndershëm si lojë futbolli rus. Pra nuk ka agresivitetin e kampionateve evropiane. Kështu në këtë aspekt jep mundësinë të shprehesh shumë më mirë. Mendoj edhe për Dakun dhe për Gripshin që është një lojtar shumë teknik, jepet mundësi e jashtëzakonshme të shprehen të gjithë bagazhin që kanë, potencialin që kanë si futbollista. Unë mendoj që kjo është një gjë dhe më e mirë. Pra nuk është sikur le të themi në Turqi apo diku tjetër ku nuk pothuajse ka raste që nuk të jepet mundësia fare tush për shkak të agresivitetit të madh që kanë lojtarët, nëse këtu është shumë fair, është shumë i drejtë futbolli. Zakonisht nuk ka kartona të bërë fare. Po, patjetër. Ndërkohë transferohemi nga Europa në Amerikë, ku Myrto Uzuni vijon me performancat e tij shumë të mira me klubin e tij Austin, ka shënuar përsëri gol, ndërkohë ishte edhe lojtari i ndeshjes dhe një ndeshje më përpara. Si e shikon Uzunin në kampionatin amerikan?
Po besoj se 2026 ka nisur mjaft mirë për Myrto Uzunin, sigurisht që është një realitet tjetër futbolli amerikan, Major League Soccer nuk është e lehtë, pavarësisht se ndoshta gjykohet deri diku. Besoj se Uzuni ka treguar gjithmonë se do gjithmonë kohë që të tregoj më të mirën e tij. E kemi parë edhe në kampionatin spanjoll, ku ndoshta në sezonin e parë nuk ka arritur dot të jap 100% e tij dhe deri në pikën se ai u kthye në një legjendë tek skuadra e Granadës. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në hapat e mëparshëm, besoj se është rrugtimi më ideal i një futbollisti, ka marrë hapat një nga një, e ka nisur në kampionatin shqiptar, do të thënë diçka e tillë, e ka nisur në nivelet më të ulta të futbollit shqiptar. E ka nisur që nga të rinjtë e Tomorit, ka luajtur me Apollonin e Fierit, është angazhuar me Laçin, ka performuar shumë mirë në Kupat e Evropës. Ky për të qenë dhe një shembull për të rinjtë që janë sot. Më pas, gradualisht, në Kroaci, në Hungari, mos gaboj, ka shkuar në kampionatin spanjoll për të shkuar sot në ëndrrën amerikane, në tokën e premtuar dhe edhe te kombëtarja e Shqipërisë ka qenë gjithmonë një lojtar i përulur, ka dhënë gjithmonë maksimumin sa herë i është kërkuar dhe kam përshtypjen që me kalimin e kohës edhe tek Austin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të arrisë performancën e tij edhe në ndeshjet e ardhshme. Dhe pikërisht për këtë rrugtim, qoftë me kombëtarën shqiptare, por edhe me klubin e tij, do të organizojmë një intervistë direkte me Myrto Uzun, të cilin e kemi në lidhje live tashmë. Myrto, përshëndetje dhe faleminderit që je në shtëpinë e futbollit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ti. Më trego pak si po shkon, ndërkohë ke shënuar një gol, ndërkohë në ndeshjen e mëparshme po ashtu ke shënuar, ke dhuruar dhe asiste për skuadrën tënde, je shpallur lojtari i ndeshjes, është një moment shumë i mirë për ty, për karrierën tënde, për klubin aktual që ti gjendesh. Po është vërtet, besoj se këtë vit me Osin e kam nisur shumë mirë pasi vitin e shkuar, nuk kam qenë në nivelet aty ku unë e shoh veten time. Këto ndeshjet, 10 ndeshje para jam 4 gola, 4 asiste. Edhe po ndihem mjaft mirë, jam shumë i lumtur. Patjetër, ndërkohë sigurisht i vjen nga kampionati. Pasi edhe puna po shpërblet. Patjetër, ndërkohë ti vjen nga kampionati spanjoll më përpara kur regjistrove sigurisht edhe rekorde me Granadën. Si ka qenë ky transferimi jot për ty nga Europa në Amerikë, si e ke gjetur veten? Me them drejtën ka qenë pak e vështirë pasi kultura është tjetër. Unë vjen nga një ekip si Granada, La Liga, edhe në ligën e dytë, duke shënuar gjithmonë gola, kisha një ekip që më përshtatej. Edhe era në Austin diçka shumë e re, kupton, filozofi tjetër. Po jam i lumtur që kam rigjetur veten time. Pasi futbolli është gjë që më bën të lumtur. Patjetër. Ndërkohë kemi parë që në fakt të ndjekin shumë edhe tifozë shqiptar në Amerikë. Edhe në disa ndeshje janë gjithmonë duke suportuar me flamurin shqiptar. E ndjen pak prezencën e Shqipërisë edhe aty ku je, apo jo? Të them drejtën, në ndeshjen në Toronto jam ndjekur sikur polos në herë vetëm flamurin shqiptar kishte në stadium. Domethënë çdo ndeshje që unë luaj edhe jashtë edhe në shtëpi, ka gjithmonë flamurin shqiptar. Çka është shumë e mirë pasi njerëz nuk harrojnë asnjëherë Shqipërinë. Patjetër, dhe është gjë shumë e bukur që ti na përfaqëson aq mirë në fakt edhe në një ligë të rëndësishme si ajo Amerikës. Ndërkohë, duke fokusuar pak te kombëtarja, Myrto ka qenë një vit i suksesshëm për kombëtarën shqiptare, pavarësisht se nuk u mbyll ndoshta ashtu siç donim ne me ndeshjen ndaj Polonisë, po si e vlerëson ti gjithë vitin 2025 duke i marrë në total të gjitha ndeshjet kualifikuese? Aman mos na kujtot, lutem. Sidoqoftë ishte moment i rëndësishëm, më fakti që ne shkuam në play-off ishte moment për tu festuar gjithsesi. Është vërtet, besoj se të gjithë jemi dakord që ekipi kombëtar ka bërë një arritje. Po. Ka arrishë në play-off nuk është diçka e lehtë pasi kemi bërë maksimum, besoj, si ndeshjen me Serbinë dhe në shtëpi edhe atje. Nuk ishte lehtë. Po, si që thashëm, penguj. Po, e vërtet fakti ke qenë goxha i mërzitur pas ndeshjes me Polonin, por duhet të thënë fakt që ti ke qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të kombëtarës shqiptare gjatë gjithë vitit 2025, kur ke ndihmuar shumë mirë qoftë kur ke qenë si titullar në ndeshje, qoftë duke ardhur nga pankina. Ti si e ke parë veten tënde, si e ndjer gjatë gjithë këtyre ndeshjeve? Jo, normalisht unë jam shumë i lumtur pasi për një futbollist është arritja më e madhe që të përfaqësosh kombin, përfaqësosh familjen, shoqërinë, njerëzit të dashur. Edhe është arritja më e madhe për një lojtar për të luajtur për ekipin kombëtar, sidomos për ekipin e Shqipërisë. Edhe gjithmonë
jam munduar gjithmonë të jap maksimumin për kontinuimin janë. Të paktën se ne sulmuesat e kemi gjithmonë atë egon, duam të shënojmë. Kurse te ekipi kombëtar gjithmonë kam qenë një lojtar që kam dashur të jap 120%, të jap gjithçka nga vetja ime, kupton, edhe aty ku nuk mund të na patentoja. Po, patjetër. Ndërkohë Jurgen Zela ka një pyetje për ty, se ta bëjmë pak në formë bisede këtu. Mirë, të përshëndetje. Duke qenë se në muajin mars ishim shumë pranë ëndrrës për të shkuar në kampionatin botror, por nuk ja dolëm. Ti si një lojtar këmbgulës që je dhe nuk dorëzohesh kurrë, çfarë qëllimi ke vendosur vetes në përfaqësimin me kombëtarin e Shqipërisë? Çfarë objektivi ke në muajt e ardhshëm, në vitet që na presin në të ardhmen? Jurgen, përshëndetje. Realisht, siç e thashë më para, të luash për ekipin kombëtar është arritja më e madhe. Është ëndër të luash për Shqipërinë, kupton? Për mua personalisht, në moment që veç atë fanedhe, domethënë mbet mishi kokra kur ne i themi ande nga Berati. Kështu që për mua është shumë e rëndësishme të përfaqësoj Shqipërinë në çdo momenti. A mund të jetë qëllimi jot kryesor për të shkuar në kampionatin evropian në edicionin e ardhshëm, duke qenë se të mungon një prezencë në nivelet më të larta të kombëtarëve, apo jo? Po, është vërtet që objektivi ai është, por unë kam luajtur në nivele më të larta duke për të ballur me Messin, me Ronaldo, kupton. Për mua e rëndësishme është të jem pjesë e atij ekipi të cilit më bën njeriu më të lumtur. Do flasim pak më mbrapa për Messin dhe Ronaldo, se vetëm te kombëtarja përsëri. Mirto, më kujto pak ndonjë nga momentet më të bukura që ti ke përjetuar me kombëtaren gjatë 2025, sepse kemi pasur përballje shumë të rëndësishme, ti e përmendë pak më herët ndeshja ndaj Serbisë, po ashtu jemi përballur 2 herë ndaj Anglisë, me Andorrën ti edhe ke shënuar, kështu që më kujto pak cilat ndeshje veçon le të themi si më të rëndësishmet. Ishte për mua ndeshje më të rëndësishme, të cilët jam ndier shumë i lumtur. Normalisht është çdo ndeshje pasi luam për ekipin kombëtar, por unë do veçoja 2 ndeshje. Ndeshjen në Serbi, edhe ndeshjen në Andorra, të cilën vash asist, pasi ai asist na kualifikoi për play-off. Patjetër, momente shumë decisive në fakt. Për mua. Po ndërkohë, ndonjë moment të vështirë, ose cili ka qenë momenti që ti gjatë kualifikuesave ke thënë po, mund t'ja dalim që të shkojmë në play-off të botrorit? Ka qenë pika kthesës ndoshta ndeshja me Serbinë? Për mua ndeshja më e vështirë ka qenë ndeshja që kemi bërë me Letoninë. Në Letoni, pasi nuk kemi marrë rezultat pozitiv. Shikoja që gjithë ishim si demoralizuar, kupton? Por për brenda ne si lojtarët e flisnim që mund t'ja të dalim, kupton? Patjetër. Ndërkohë si duket atmosfera në kombëtare? Po, atmosfera kombëtare është shumë e mirë. Grupi është shumë i mirë, kualiteti lojtarëve është aty, por mendoj se gjithmonë ka mundësi për të përmirësuar, që neve duhet të shtym veten tonë në limitet tona, pasi të luash për kombëtarin si më para është një ëndër. Patjetër. Ndërkohë, kombëtarja ka zyrtarizuar edhe 2 miqësoret e muajit qershor Myrto, pikërisht ndaj Izraelit edhe ndaj Luksemburgut. Janë 2 ndeshje të rëndësishme për faktin që sigurisht mund të testohet edhe ndoshta lojtar të rinj, ndoshta lojtar ekzistent që nuk kanë luajtur shumë, lojtar po ashtu që janë titullar. Çfarë mendon për këto 2 ndeshje? Janë një mundësi e mirë ndoshta edhe për sulmuesit për të bërë ndoshta një lojë pak më ofensive, le të themi. Po, e pash 2 meqë që u zyrtarizuan. Normalisht, dera kombëtare është për çdo lojtar i cili bën mirë në veten e vet në çfarë do lloj lige, si ashtu edhe në Shqipëri. Kështu që është moment shumë i mirë për gjithë lojtarët të cilët kanë spikatur gjithë këto muaj që kanë pritur ftesën. Siç e thash, dera kombëtare është hapur për gjithë, pasi çdo trajner do më të mirën për ekipin. Ndërkohë ti nga Shqipëria në Ungari, në Spanjë, në Amerikë, ka pasur edhe diskutime në lidhje me transferimet të mundshme ndoshta për një rikthim në Europë. Sa të vërteta janë këto diskutime dhe si e gjen veten aty në klub, ndërkohë a ke menduar ndoshta të ardhmen tënde për një rikthim potencial në kontinent?
Jo, është vërtet, unë kisha një ofertë shumë të mirë nga ekipi i Trabzonsporit. Po. Me Ernest Muçin aty kisha dhe një lojtar që luan në Ernestin. Që unë e kisha në Ferencvarosh. Edhe, do me thënë, ishte i mbyllur si transferim. Është prish çështje 10 minutë. Trajneri donte shumë. Kam folur me ta. Folëm dhe me klubin tim, me presidentin. Edhe ishte shumë pasi dhe oferta ishte shumë e lartë, ishte afër aq sa ekipi Austin më bleu te Granada. Ke ndonjë peng për faktin që nuk je transferuar apo është një derë e hapur që ndoshta mund të ndodhe edhe në sezonin e ardhshëm? Ti e di që në futboll nuk e diet kur sot je këtu dhe nesër nuk e diet ku je. Po. Por unë tani po ngjiv veten time në Austin, jam shumë i lumtur. Edhe njerëz tani këtu kanë filluar më mbështesin shumë. Pasi të krijosh besim është shumë e vështirë, kupton? Patjetër. Sepse në Amerikë është ndryshe nga Europa, ti në moment që ti vjen si star, njerëzit presin shumë nga ty, kupton? Njerëzit mendojnë se ti mund të bësh Messi apo Ronaldo, kupton? Edhe aty bie pak besimi sepse në çdo ekip duhet të jenë 3 lojtarë si star, si yje, kupton? Dhe ka qenë moment i vështirë, kupton? Vetëm, do me thënë, po tani kam gjetur i vetën. Po, patjetër. Në fakt ti e ke treguar edhe që ke pasur performanca të mira, por duke mbetur te Messi dhe Ronaldo përpara se ta mbyllim se Jurgeni e kishte një pyetje në lidhje me të. Me Messin dhe me Ronaldon ke luajtur përballë të dyve në fakt, por kam përshtypjen që mund të jesh lojtar i vetëm që në nivel klubesh, jo kombëtaresh, ndoshta Flori mund të më korrigjojë nëse gaboj. Ke luajtur përballë të dyve. Çfarë i bën të veçantë? Ke patur komunikim me ta, me Ronaldon ke komunikuar, se ke festuar përballë ti në mënyrën e tij, me Messin në ndeshje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Na tregon pak se si janë këto dy hyje të futbollit. Ti the që nuk mund të jesh Messi dhe Ronaldo, por të luash përballë tyre nuk është pak besoj. Është vërtet pasi un kam luajtur me Ronaldo dhe me Messin, të dyja ndeshjet jam shpallur nga më të mirë në treshë më të mirët në fushë. Si me Ronaldon, i cili isha unë Morata dhe Ronaldo, lojtar të ndeshjes. Edhe këtë ndeshje kur unë dhash asist, kam qenë një nga 3 më të mirët në fushën e lojës. Është motivim tjetër, Jurgen. Të luash kundër atyre që ti gjithmonë i ke parë në televizor duke ngritur trofe, kupa. Mendoj se ka qenë mbas kombëtar ka qenë arritja më e madhe për mua si lojtar e klubit. Çfarë komunikimi pate me ta? Me Messin, pate mundësi të komunikosh se me Ronaldon e ke treguar bisedën që ke bërë? Jo, them drejt, ti di që unë jam fan si Ronaldos. Mbetesh fanatik. Tradicional. Nuk e kërkon pas fanellën besoj, duke qenë se e ke vetëm të Ronaldos, nuk pate iniciativën që ta bësh dopjetën edhe jashtë fushë me fanella. Është vërtet. E ka fanellën e Ronaldos edhe mjafton, besoj se jemi në rregull se Myrto është tifoz i Ronaldos, kështu që ka bërë zgjedhjen e duhur në këtë rast. Myrto, unë të uroj shumë suksese me klubin tënd dhe sigurisht të presim në Shqipëri për ndeshjet e qershorit, sigurisht edhe të uroj gjithë të mirat në shëndet dhe në çdo gjë tjetër. Faleminderit shumë që ishe pjesë e kësaj interviste. Ishte kënaqësi për mua të isha pjesë e kësaj interviste. Ju uroj gjithë mirat vazhdim edhe faleminderit të gjithmonë mirënjohës për fjalët e mira. Faleminderit Myrto, jemi në qershor. Ishim me Myrto Uzuni, lojtari kombëtar shqiptar, i cili po kalon një kohë shumë të mirë në fakt me klubin e tij Austin, duke dhuruar raste edhe duke shënuar në titon kom. Ndërkohë fokusohemi në Kroaci tashmë që Arbor Hoxha, të cilin për herë kemi përmendur për asistet për golat që ka shënuar, vijon të jetë një lojtar i rëndësishëm për Dinamon e Zagrebit, ndërkohë që është shpallur dhe kampion me Dinamon në kampionatin kroat. Zela, lojtar i rëndësishëm dhe për kombëtarën gjatë 2025-s, nga ana tjetër edhe për klubin.
si ma përshkruan, le themi, këtë vit të Arber Hoxhës? Po në fakt Arber Hoxha ka vendosur edhe një rekord unik në kampionatin kroat, arriti që për 3 muaj rresht të shpallet lojtari më i mirë në radhët e Dinamos së Zagrebit. Një statistikë që ka treguar pikërisht ato çka ka dhënë ai për arritjen e këtij titulli kampion, vetëm pak ditë më herët zyrtarizuan triumfin e radhës. Dinamo Zagrebi mbetet një superfuqi dhe natyrisht për të luajtur me një skuadër që është superfuqi duhet të jesh një lojtar shumë i mirë sepse duhet ta përligjesh nivelin e skuadrës ku angazhohesh. Arber Hoxha ka treguar që niveli i tij ka qenë gjithmonë rritje, edhe Dinamo Zagrebit ka bërë mjaft mirë. Ka sa që do transferohet Arber Hoxha në një ekip tjetër? Po sigurisht që ka patur shpesh aludime për një mundësi transferimi në Championship në kampionatin anglez. Besoj se merkatoja e verës do t'i rezervoj një lëvizje. Në këndvështrimin tim besoj se është momenti i dur pas asaj çka ka arritur në kampionatin kroat. Kam përshtypjen që është momenti që të ndryshojë destinacion. Të shënohet kjo që do ta shikojmë pastaj. Ai dalin para shikimit të Jurgenit apo jo? Kjo s'është para shikim, Jurgeni thjesht përbën një lloj pasqyrimi Jo, jam dakord. E pranoj. Okej, kemi bast. Unë shikoj si raportim të një gazetari i cili di ka djeni brenda. Ka informacione. Informacione për që ky do bëjë ndryshe. Ndetet për të konfirmuar. Që është momenti i duhur, pra duke parë dhe rrugtimin e Hoxhës, transferimin, lëvizjet që ka bërë, besoj se pjesën e Ballkanit e ka mbyllur një sezon shumë të mirë, kështu që tani është momenti i duhur për të provuar një aventurë për të gjitur shkallët e karrierës. Diga dhe Fationi se çdo të lodhemi. Ndërkohë Fation mbetemi tek Arber Hoxha, duket sikur karriera e tij me klubin shkon paralelisht me një karrierë të mirë me kombëtaren, sepse është lojtar i cili e ka fituar vendin e titullarit me shumë forcë tek kombëtarja, nga ana tjetër bën shumë mirë edhe te klubi. Si shikon këto dy, po themi paralele shumë të mira të tij? Po, në fakt, duhet thënë që ai ka qenë, nëse flasim për rendimentin, pra kontributi i tij kombëtare, ashtu si gjithë lojtarët e tjerë, por për pjesën e rendimentit mendoj që Hoxha ka qenë nga më të mirët në këtë fushat kualifikuese dhe mund të them që ndoshta ishte, prandaj ne themi shpesh atë pjesën e kur mblidhet e kombëtarja që janë pak ndeshje në vit të shumë rëndësishme si vinë lojtarët. Në fakt Hoxha ishte nga të vetit apo nga ato pak lojtarë që erdhi në një moment të mirë, po themi në një formë të mirë edhe në kualifikueset. Në play-offin e kualifikuesve të botrorit, jo thjesht sepse shënoi gol me Polonin, por faktikisht ka qenë lojtari që ka dhënë gjithmonë rendiment me kombëtaren shumë të madh, por ka pasur një farë balance, pra kontributi i tij ose paraqitja e tij në klub ka qenë pothuajse gjithmonë e njëjtë me atë kombëtaren, ose edhe më mirë në kombëtare. Kështu që është nga ato pak raste vërtet shumë të mira të futbollit shqiptar dhe prandaj shpresojmë shumë që t'i jepet mundësia ose ai të vendos tashmë të provojë veten në një nivel më të lartë, sepse realisht është lojtar që duhet ta provojë veten në ligat edhe më të forta, jo se liga kroate është shumë e fortë, sigurisht ai është një ekip me shumë traditë, me shumë emër, por është momenti i duhur për të bërë një ndryshim karriere. Patjetër, sigurisht që urojmë Arber Hoxhën për titullin kampion dhe shpresojmë që të kemi sa më shumë lojtarë shqiptarë të cilët ngren kupa, ndërkohë që një tjetër lojtar shqiptar i cili ka pasur një promovim shumë të mirë javën e fundit është pikërisht Anis Mehmeti, i cili me ekipin e tij Ipswich Town arriti të promovohet në Premier League, që është maja e futbollit anglez dhe jo vetëm në fakt. Ai ka shënuar fakt në këtë pjesë të sezonit që është transferuar tek Ipswich Town 2 gola dhe ka dhuruar një asist, ndërkohë që me klubin e tij të mëparshëm Bristol City ka pasur performanca të jashtëzakonshme, siç kemi diskutuar vazhdimisht. Riza, arritja në elitën e futbollit evropian, le të themi, siç është Premier Liga, çfarë mesazhi jep për një lojtar? Edhe Championshipi në Angli është një ligë shumë e fortë që klasifikohet në 5-6 ligat kryesore të Evropës, pavarësisht se nuk është në rangun e ligave të para. Pra është niveli i dytë. Është shumë e fortë si ligë, ka shumë agresivitet, duhet të jesh shumë i fuqishëm që të luash për më tepër të shënosh. Mendoj që nga kjo perspektivë atij i jepet mundësia që të vazhdojë në këtë nivel, apo të luash në Premiership, pastaj do ishte niveli më i lartë i një lige futbollit. Kujtoj që vetëm e drejtat televizive e Premiership është 3.5 miliard pound. Kështu që në këto aspekte mendoj që ky do të jetë një lojtar që bashkë me Brojen që ka luajtur më herët, nëse do të ketë formën që pretendojmë, ose formën që ka paraqitur deri tani,
do të jetë një lojtar I cili shumë shpejt mund bëhet pjesë e formacionit bazë të ekipit kombëtar. Sipas variantit që nëse vazhdon me po të njëjtin ritëm dhe në Premiership. Pra duke mbetur përsëri tek Anis Mehmeti, Jurgen mund të bëhet lojtari I dytë shqiptar I cili aderon në Premier League bashkë me Armando Brojon. Si e shikon këtë sukses të tij? Në fakt Mehmeti ka përshtypjen bëri një lëvizje shumë të zgjuar në merkaton e janarit. Pati interesim nga Ipswich Town, pati interesim edhe nga Burnley. Zgjodhi që të provonte veten apo të kërkonte ngjitjen me Ipswich, rezultoi një lëvizje dur sepse Ipswich u ngjit në Premier League ndërkohë që Burnley ra një kategori më poshtë. Uroj shumë që të tregoj vlerat e tij. Në fakt në ndeshjet e fundit nuk ka arritur dot që të ketë hapësirat që ai kërkon rreth skuadrës aktuale, por besoj se gjërat mund të ndryshojnë në verë, teksa vetë trajneri ka qenë ai I cili e ka kërkuar në skuadër dhe besoj se do ketë mundësinë për treguar vlerat e tij në nivelin më të lartë futbollit botëror si Premier Liga. Patjetër. Fation, për ta mbyllur me Anis Mehmetin, lojtar I rëndësishëm me klubet e tij ku ai ka luajtur, në fakt në postimin e tij në rrjetet sociale shkruante që diçka të tipit që nuk e dini se çfarë rrugtimi kanë pasur për ta arritur deri këtu, është edhe inspiruese të shohë shembuj patëm dhe Myrton pak më herët, lojtarë të cilët I kalojnë të gjithë hapat. Patjetër, sidomos Myrto, që është një histori frymëzuese për gjithë futbollistët e vegjël, për gjithë fëmijët që luajnë futboll në Shqipëri, është vërtet një histori shumë e bukur, edhe duhet thënë dhe rithënë sepse shërben si motivim po themi, por edhe Mehmeti, I cili ka ngjitur shkallët gradualisht, ka qenë një nga yjet shqiptare të sezonit, pra kur nëse flasim për paraqitjet me klubet, së bashku me Laçin, së bashku me Muçin apo dhe Xhamshitin, dhe një histori shumë e bukur dhe guxim shumë I madh, aftësi, transferimi nga një ekip në tjetrin në mes të sezonit për pa humbur fare ritmin po themi, ka luajtur rregullisht tek Ipswich Town, pati një pjesë parë sezonit fantastike me Bristolin, por arriti të guxohet, kaloi me një ekip që kishte pretendime edhe më të larta, u përshtat shumë mirë, u bë pjesë e skuadrës, bëri paraqitje të mira dhe tashmë është përblyer, kështu që një histori shumë e bukur dhe jemi shumë të lumtur dhe shpresojmë që të vazhdojmë. Një teori është të thjeshtë. Meqense edhe Jurgeni e përmendi sa edhe juve zoti Kodra e përmend, I mori shkallë një nga një. Këto shkallë 2-3 për shkak si janë. Se domethënë që të jemi ekip është një ekip tjetër, pastaj një ekip tjetër, kjo është shkalla më. Ka risk më të lartë një shkallë 2-3. 2-3 shkallë ndërkohë. Nëse I ngjit 2-3 shkallë një herë, ndërkohë që kur kalon nga një nivel në nivelin 2, në nivelin 3, në nivelin 4, graduale, bëhet më thjesht përshtatja, më I thjesht. Ka përcjellën këtë si mundësi. Që ai ka mundësi Ne kemi patur raste që nga kampionati shqiptar kanë luajtur në Bundesligën gjermane. Nuk po them se nuk ndodh, por risku është shumë I lartë nëse ti do bësh kapërcime shumë të mëdha. Ndaj procesi gradual është gjithmonë me një shkallë suksesi më të lartë. Domethënë ti jep më shumë garanci se sa kapërcimi direkt, mendoj. Patjetër, por mbetet për të parë sigurisht edhe se si do t'i ketë, se ti do të shkojë këtu rrugtim në Premier League. Ndërkohë nga ana tjetër nuk do jetë vetëm kombëtarja A e cila do të luajë në qershor, edhe kombëtarja U21 ka zyrtarizuar miqësoren luksi le të themi ndaj Italisë, që do të luhet në datën 8 qershor në orën 18:15. Riza, kombëtare shumë e rëndësishme patjetër, edhe për ne, sepse është në përgatitje të Europianit U21 që do të zhvillohet në vitin 2027, nga ana tjetër ndeshje me një kombëtare me traditë futbolli, si e shikon këtë përzgjedhje? Më tepër më intereson datat në të cilat luhet. Pra do të përkoj pothuajse me njëta data që vitin tjetër do të jenë finalet e kampionatit evropian për 21 vjeçar që do organizohet në vendin ton, pjesën ton, pra gjysma e këtij kampionati. Mendoj që 21 vjeçarët kanë një trajner I cili prekupohet shumë dhe është gjithkohës me mendjen për të gjetur mënyrën më të dur për të përfaqësuar dhe çdo gjë, çdo përgatitje, çdo testim, çdo ndeshje që luan e ka objektivin e qartë që si ekipi do të jetë I gatshëm në këtë aktivitet kaq të rëndësishëm që luhet për herë të parë dhe është një mundësi shumë e mirë për ekipin që të tregojë vlerat më të mira në futboll, edhe pse kundërshtarët do të jenë niveleve shumë të larta. Kujtoj që ekipi I Shpresave ka pasur disa rezultate pozitive gjatë viteve të shkuara me ekipe elitare të 21 vjeçarëve, kujtoj fitoren me Zvicrën. Kështu që në këtë aspekt
Pavarësisht se në momentin e parë neve mund të jemi ekipi, le të themi, mesatar i këtij kompeticioni, mendoj që me përgatitjet e duara dhe me gjithë këtë që trajneri Bushi po bën, neve mund të jemi një surprizë vërtet e këtij kompeticioni. Duke mbetur te kombëtarët prova generale më të mira që mund të kishim për Istinjishtin, sepse në dihet që në finalet europiane të ardhshëm këto do të jetë ky, pra do jetë niveli kundërshtarëve që ne do të kemi përballë, Italia, Gjermania, Spanja, kështu që nuk ka mundësi më të mirë se sa të luash me një rival të nivelit shumë të lartë për të përgatitur skuadrën. Duke qenë se nuk kemi dhe kualifikuese, është shumë e rëndësishme që ne të bëjmë atë procesin e fazës në një farë mënyrë përgatitore para Europianit dhe për të parë gjithë lojtarët që janë Xhiro, po themi, në këtë kategori moshe, dhe për të parë edhe në vazhdimësi dhe në mënyrë që kur vinë në Europianin, në finalet e Europianit të ardhshëm, të kemi pra trajneri, stafi teknik të ketë lojtarët më të mirë të mundshëm që mund të jenë në atë moment, po them. Duke mbetur tek finalet e Europianit, si po ecin shumë shkurtimisht, si po ecin përgatitjet në vizitat e UEFA sa çdo gjë tjetër. Sigurisht procesi i përgatitjes ka kohë që ka nisur, qoftë edhe në terren, tashmë kemi pasur edhe disa vizita të delegacionit UEFA-s që po merren sigurisht pjesën më të madhe në sa i përket infrastrukturës, akomodimit, transportit. UEFA e bën shumë mirë këtë pjesën e organizative, ne kemi thënë shpesh tashmë. Dhe po themi grupi i punës i UEFA-s po ka ardhur të shikojë stadiumet, do kemi ndërhyrje në stadiumin, do kemi dhe investime të rëndësishme në këtë kuadër. Në funksion të finaleve të Europianit do kemi ndryshimin e fushës ndryshimin e tapetit fushës në stadiumin e Albania, do kemi ndryshimin e tapetit fushës në stadiumin e Arenës Demave, që deti nga stadiumi që do presi finalet, dhe gjithashtu do kemi sërish prapë të Arena Demave, do kemi ndërhyrje për të bërë 2 fusha stërvitore, njëra me bar natyral, gjitha këto janë njëra me bar artificial, gjitha investimet të federatës, në mënyrë sepse na duhen dhe fusha stërvitore për ekipet që do marrin pjesë në Europian, po ecën njëkohësisht edhe procesi i po themi i akomodimit për përcaktuar hotelet apo kompanitë, logjistika për transportin e për gjithçka tjetër, kështu që puna tani ka filluar të intensifikohet, po them, sepse sa vjen afrohen shkurtohen ditët, po themi, që të vinë finalet, kështu që deri tani jemi në një proces të mbar, gjithçka po shkon mirë, presim tani edhe pjesën e ndërhyrjes në infrastrukturë, në mënyrë që të kemi plotësuar kriteret kryesore, po themi, që detyrat e shtëpisë që na ka lënë UEFA prej kohësh. Patjetër, që sigurisht që Europianët zhvillohet në standarde më të larta. Është diçka që Fatjoni e veçoi, pjesa e infrastrukturës. Ne vërtet përgatitemi për ndeshjet që do të zhvillohen këtu, por në anën tjetër janë investime që të mbeten futbollit shqiptar, do të na shërbejnë të ardhmen. Patjetër. Po nuk i bën askush investime, federata bën investime. Jam shumë dakord, po federata bën investime, s'u mbesin. Është një nismë që i shërben edhe ndonjëherë. Sigurisht që neve të informojmë publikun, të gjithë njerëzit, që këto ndeshje do jenë të nivelit të lartë. Ne do informojmë publikun që duhet të jenë të pranishëm stadium, ne do informojmë publikun që duhet bëjmë biletën për të hyrë në stadium para ndeshjes futbollit, sepse kjo nuk do kishte asnjë lloj feedbacku nëse nuk do vinë njerëz për të ndjekur ndeshjet nga afër në stadiumet tona. Po, patjetër. Sigurisht do kemi hapësirë për të përditësuar patjetër edhe për organizimin e Euro 21 të vitit 2027, nga ana tjetër do kemi hapësirë për të folur edhe për ndeshjet e kombëtarëve, qoftë moshës, qoftë edhe kombëtarë. Ndërkohë, e mbyllim këtu me legiondarët edhe me kombëtarët, fokusohemi tek java 34 e A-Business Superiore, ka pasur rezultate të cilat kanë ndikuar sigurisht edhe në renditjen e skuadrave, ndërkohë shohim tabelën e rezultateve dhe më pas të renditjes aktuale. Vora Elbasani 4-2, Vllaznia Byli 0-2, Teuta Tirana 0-1, Partizani Flamurtari 1-4, Dinamo City 2-0. Ndërkohë renditja pas javës së 34, Elbasani në krye me 62 pikë, Vllaznia e ndjek me 60 pikë, Egnata me 54 pikë, Dinamo City 48 pikë, Partizani 45 pikë, Teuta 38 pikë, Tirana 38 pikë, Vora 38 pikë, Bylis 38 pikë dhe Flamurtari me 35 pikë. Praktikisht pas javës së 34 duket sikur Dinamo është shkëputur paksa nga Partizani me 3 pikë dhe duket sikur mund të jetë ajo kandidatja për të qenë pjesë e Final Four. Riza, shumë shkurtimisht le të themi një lloj review-je të kësaj jave dhe si e shikon Dinamon potencialisht ndoshta një nga ekipet që mund të konfirmohet për Final Four. Dinamo me Partizanin në fund fare kanë një ndeshje midis tyre. Edhe besoj që duke parë dhe
rezultatet e kësaj jave që do të luhet nesër, do të shikojmë a do jetë e vlefshme ndeshja midis Dinamos dhe Partizanit. Megjithësisi, unë mendoja që në këtë javë do kishim një zbardhje matematike të diçkaje. So marrë matematikë të emisioni kaluar, po duket sikur matematika akoma. Nuk ndodhi, kështu që shpresojmë që të ndodhi nesër për të kuptuar që ky kampionati jon duhet të japi verdiktet e qarta të lezetshme, edhe se nganjëherë njerëzit e marrin me shumë dyshim të gjithë procesin, ndërkohë që këto janë proceset të fund sezoneve që janë pothuajse identike në të gjitha ligat dhe kampionatet evropiane dhe më gjërë. Xela, duke u fokusuar pak më tepër tek lufta për mbijetesë, sepse është bërë akoma dhe më interesante, ka shumë ekipe që janë në të njëjtën numër pikësh, ndërkohë që Flamurtari është pak më e shkëputur në vendin e fundit. Si e shikon këtë duelet? Po në fakt kanë mbetur edhe 180 minuta deri në fundin e sezonit të rregullt, nuk lejon më gabime, si për skuadrat e mbijetesës ashtu edhe për ato që garojnë për Final Fourin. Janë përcaktuar 3 ekipet Final Fourit, por mos harrojmë që përgjysmohen pikët dhe do luhet një mini kampionat në 3 javë. Asaj takon mbijetesës, Flamurtari është skuadra që nuk lejohet të bëjmë asnjë hap të gabuar, ndryshe nga skuadrat e tjera që ndoshta mund të kenë mundësi për të rikuperuar diçka pavarësisht se çfarë mund ndodh në javën e 35. Flamurtari është skuadra më rrezikuar duke marrë në konsiderat renditjen ku ndodhet, sepse është 3 pikë pas skuadrave të tjera. Vora, Tirana, Bylisi, Teuta tashmë që nga gara për Final Four e sheh veten vorvullën e mbijetesës, do ta vendosin gjithçka besoj deri në minutën e fundit. Nuk besoj se do të kemi përcaktime brenda javës 35. Vetëm Flamurtari besoj që e ka jeta vdekje, do ta konsideroja këtë sfidë përballë Teutës. Po, patjetër do të shohim se çfarë do të rezervojnë fakte dhe 2 javët e mbetura të ABC superiore. Nga ana tjetër është mbyllur kampionati i kategorisë së parë, ku Laçi është shpallur kampion, duke mundur Skënderbeu në një ndeshje fantastike. Në fakt, Laçi ka arritur të shënojë në minutën 96 me Arlind Kurtin, duke u shpallur edhe kampion, dhe në këtë rast të dyja ekipet, edhe Laçi edhe Skënderbeu, arrin të ngrihen në ABC superiore ku do të luajnë në sezonin e ardhshëm, ndërkohë që pjesë e ceremonisë të kupës dhe të medaleve ka qenë presidenti Duka. Një ndeshje fantastike Fation, nga ana tjetër dhe presidenti Duka i cili ishte prezent për të treguar sigurisht edhe rëndësinë e kësaj kategorie, sepse duket sikur flasim gjithmonë për ABC superiore, por në fakt sigurisht që ndiqen të gjitha ndeshjet. Le të më parafrazoj të gjithë këtë sezonin e kategorisë së parë. Në fakt është nuk është po themi sezoni i parë, por bën disa sezone tashmë që kategoria e parë ka në përbërje ekipe me emër, ekipe me traditë, dhe realisht konkurenca ka qenë shumë e lartë, sidomos këtë sezon. Unë mund të them që në një farë mënyrë në disa momente mund të rivalizonte edhe kategorinë superiore për nga niveli i konkurrencës, për nga niveli i futbollit. Dhe sigurisht 2 ekipet më të mira arritën të sigurojnë kualifikim apo ngjitjen për në superiore, dhe si për koincidencë pikërisht java fundit, pavarësisht se nuk ishte një play-off, po pikërisht u kthye pra në një finale vërtet, sikur ta kishte bërë, domethënë, ndërkohë që ishte thjesht kalendari që i vendosi këto 2 skuadra përballë njëra tjetrës, dhe u kthye kjo përballje u kthye vërtet në një finale. Ja doli Laçi, ndeshje shumë e balancuar, në fakt Skënderbeu ka bërë një sezon shkëlqyer, ashtu si dhe Laçi, dhe 2 skuadra shumë të mira, 2 skuadra që kanë punuar mirë në çdo aspekt, dhe që për mendimin tim në fakt nuk e vun për asnjë moment në diskutim, po themi krejon e renditjes, dhe dje na dhuruan gjithashtu një ndeshje që ishte një ndeshje shumë e bukur vërtet për superior, vërtet për elitë. Patjetër. Xela, për ta mbyllur? Shumë shkurt, dua të komplimentoj skuadrën e Laçit, sepse dje në formacionin titullar ishte skuadra e cila luajti me lojtarin më të madh moshë 26 vjeç. 26 vjeçar, 25 vjeçar dhe gjithë tjerët ishin në 23 vjeçar, një shembull për të marrë se si do të funksionojë ndoshta një pjesë e mirë e skuadrave në Shqipëri që dhe me lojtarë të rinj, duke besuar akademisë, mund të arrijë tek suksesi. Patjetër. Në fakt, kjo javë ka rezervuar emocione shumë të bukura. Në këtë emision kemi folur për legionarët dhe performancat e tyre me ekipet respektive. Kemi zhvilluar një intervistë shumë interesante me sulmuesin e kombëtares shqiptare Murto Uzuni. Kemi folur edhe për ABC superiore, ndërkohë patjetër këto ngjarje të futbollit shqiptar do të diskutojmë edhe javën e ardhshme. Dua të falenderoj Fation Kodrën, Jurgen Zelën, Florian Riza si për herë në emisionin ton, dhe sigurisht ne do të shihemi të mërkurën tjetër. Mirupafshim.